Mendon Berisha është shqetësimi më i madh i Lecces për momentin. Mesfushori shqiptar u dëmtua në minutat e para të ndeshjes me Pizën, ndërsa po kalonte një kampionat fantastik. Pas rezonancës së kryer sot, klubi dha informacionin e parë zyrtar për gjendjen e Berishës. Lecce njofton se futbollisti Medon Berisha pas dëmtimit të posuar gjatë ndeshjes Lecce-Piza ju nështrua një skaneri me rezonancë magnetike sot në mëngjes, i cili zbuloi një lezion të shkallës së dytë të muskulit rectus femoris të kofshës së djathtë. Për këtë dëmtim është raportuar një kohë rekuperimi të paktën 4 javë, me e keqja shkon deri në 8 javë. Doktori Lecces Giuseppe Congedo foli dje për situatën e Berishës. Mendoj se rreth një muaj do të mjaftoj. Është një goditje e rëndë sepse Medoni po shkonte mirë, po dilte në pa dhe është një nga hallkat e rëndësishme të këtij ekipi. Është i njëjti muskul ku u dëmtua vitin e kaluar, prandaj mund të jetë një rikthim i dëmtimit. Do të shohim, janë vetëm hipoteza. Nesër do të mund të jemi më të saktë, u shpreh doktori i ekipit të Lecces.